Edicioni 4 i Big Brother VIP Kosova u hap me një skenë që nuk pritej nga shumë kush. Rikthimin e Eduard Kuqit, ose siç e njeh publiku, e din. Pas largimit të tij vullnetar sezonin e kaluar, për shkak të tensioneve dhe debateve të forta, shumë menduan se historia e tij me formatin kishte përfunduar. Por, hyrja e tij e papritur e riktheu menjëherë vëmendjen tek dinamika e tij e dikurshme brenda shtëpisë. Rikthimi i Edit nuk kaloi pa reagime. Një prit parave që u komentua ishte ai Anisa Veselit, ish banores me të cilën ai krijoi një lidhje të ngushtë gjatë BBVK3. Të dy u pan disa herë bashkë gjatë verës, duke ushqyer spekulime për një raport që mund të kishte vazhduar edhe pas programit. Në momentin që Edi po kalonte pragun e shtëpisë së BBVK4, Anisa publikoi në rrjete sociale një foto ku shfaqet duke mbuluar fytyrën dhe duke qeshur, shoqëruar me emoji që qeshin me lote. Postimi u interpretua nga ndjekësi si një reagim i drejt për hyrjen e tij, duke hapur sërish diskutime rreth marrëdhënies së tyre. Reagimi i saj, edhe pse i shkurtër dhe pa fjalë, u bë shkak që publiku të nisë të pyes nëse Anisa do të jap një qëndrim të qartë apo nëse do ta lërë opinionin të lexojë mes rreshtave. Ndërkohë, brenda shtëpisë, mbetet për tu parë se si Edi do të pozicionohet këtë sezon dhe nëse rikthimi i tij do të sjellë dinamika të reja në lojë.